në momentin që ashtu që ceken për këtë azim me moshën, edhe varësisht për çrregullimit, merret domethënë edhe hapi i veprimit. E përmendëm fillim se në moshën 12 muajshe, domethënë kur bëhet 1 vjet, zakonisht është koha kur fillon me u zhvillu procesi artikulimit, edhe fillon domethënë fëmia me pas nga një domethënë fjalë të pakta, mirë po ai i cili është domethënë nëse procesi i tij është zhvillu në rregull, atëherë domethënë ai edhe pse ka fjalë pakta, ka fjalë domethënë të qëndrueshme dhe kuptim plotë. Ndryshe prej rastit të çrregullimeve kur edhe pse duhet me pas fjalë të pakta, duhet me pas kuptim plotë, në këtë rast ata që kanë probleme nuk i kanë kuptim plotë. Pastaj e kthehemi te mosha 2 vjeçare, kur fëmia duhet me pas domethënë diku rreth 50 fjalë, ashtu që vlerësohet nga ekspertët. Nëse arrin me pas më pak se 50 fjalë, edhe gjithashtu tjetra nëse nuk arrin që me këto fjalë me formu fjali, atëherë do të më pas shqetësim edhe hapi i parë që me konsultu logopedin. Po ashtu në çdo moshë, kjo prek edhe moshat që kanë matritur, nëse fëmia domethënë nuk reagon fare ndaj emrit të tij, çu e theksova më herët, atëherë është një prej simptomave. Mirë, po kemi raste kur rasti është i komplikuar, edhe ndërhyrja duhet me qenë ndërdisiplicinore, që i bie se jo që duhet me ndërhyj veç logopedi, por duhet me ndërhyj edhe profesionistë fushave të ndryshme, në bashkëpunim me logopedin. Kur janë këto raste janë kur atëherë ne le që kemi për shembull fëmijë ose person që kërkon ndihmë te logopedi e që është veç me probleme të foljet, por ka edhe probleme të zhvillimit motorik, e që kjo e përkatëson jashtëzakonisht situatën e trajtimit pacientit. Pastaj ka fëmijë që për këtë arsye shoqërohet edhe me çrregullimet e problemeve të foljerit, domethënë me probleme të foljerit, edhe me autizëm, dhe këto raste pastaj do të mu trajtu bashkërisht edhe me profesionistë tjerë. Dalim tek problemi kryesor, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit, teknologjia e cila i ka sigurisht benefitet e veta, por i ka pastaj pasojat të cilat po shifen edhe tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Sa ndikon këtë rast teknologjia apo normal telefonet e kështu me radhë në zhvillimin e të foljet tek fëmijët? Nëse kishim nda ndikimin e teknologjisë tek fëmijët në këtë rast, atëherë kishim nda në 2 tabore. E kishim nda në taborën e ndikimit negativ dhe taborën e ndikimit pozitiv. Nëse referohemi taborit të ndikimit negativ, do të me pas të qartë se kjo vije si pasojë e abuzimit të fëmijës me teknologji, edhe kjo ndodh kur prindi nuk është i kujdesshëm, edhe në këtë rast edhe prindi është bashkëfajtor. Zakonisht çush ndikon negativisht, ndikon që fëmia ku të ekspozohet shumë para ekranit, ndikon që me e paksu me pas regres në artikulimin e fjalëve. Pastaj ndikon që me pas raste që edhe mos me fol hiç, si pasojë e abuzimit me teknologji. Kjo si pasojë që është shfaq shumë para teknologjisë, edhe domethënë nuk ka pas rast që me fitu aftësitë foljerit. Nuk ka pas rast që me metoda ndryshme me fitu aftësitë të foljerit. Nëse i referohem tash ndikimit pozitiv, atëherë ndikimi pozitiv duhet të bëhet në krye me prindin, çush me u realizu kjo, duhet me realizu kur teknologjia tek fëmijët përdoret në pranitë e prindit, edhe prindi është ai që komunikon me fëmijën kur ai përdor teknologjinë. Benefitet e ndikimit pozitiv tek fëmijët domethënë janë që fëmijët mësojnë fjalë të reja, duke i mësuar ato përmes ngjyrave, në platforma të ndryshme e kështu me radhë. Mirë po duhet me pas të qartë një parim, çdo gjë e cila të prohet është e dëmshme, edhe kështu që prindi duhet me pas të qartë edhe mos me leju që më bëj vetë shkaktar që fëmia me pas probleme pastaj. Cilat janë shenjat paralajmëruese që një fëmijë ka nevojë për logoped? Po, kjo është domethënë pyetje e cila lidhet me ato pyetjet e tjera. Shenjat paralajmëruese që një fëmijë ka nevojë për logoped është kur nuk arrin me kriju fjalë sa duhet, kur ka lodhje në shqiptimin e fjalëve, për shembull në vend se me shqiptu një fjalë si duhet e shqipton ma ndrysh, pastaj kur e ndrën ndërimin e shkronjave, kur belbzon, që në raste të shumta, dhe ku domethënë ka raste edhe ku nuk fol fare.